Haxhi, te guri I zi, te çështja e gurit zi, na kallëzo pak diçka. Çështja e gurit zi, besoj se është bën haram për neve, është bën haram për neve, sepse është sunet, do me thonë, gjdo tavaf me puth gurin e zi, edhe me vazhdu tavafin, po nëse s'une puth, do me thonë, Veç dorën, bismillah, Allahu Akbar, dhe vazhdon, sepse Allahu e di njëjtin, e di veprën edhe e di mundësijën. Edhe Allahu kur s'ka mundësi, sepse une e shoh kanë herë aty afrohen te guri zi, une te guri zi nuk jam afru 7 vjet. Para 7 vjet do më thonë 7 vjet nuk jam afru edhe nuk e kom put. Para 7 vjetve po, do me thonë se ka pas ma pak, ka pas do me thonë mundësi, atash kur e shoh se dush mu shty, do me thonë, sidomos më kur hini edhe do gra aty veç dush mu rrej. Po për çat keqe kur thove haram na u ka bo. Ashtu. Veç që kjo është pika pse unë ka bo haram, edhe nuk do me thonë harami a lejohet, nuk lejohet. Edhe qashtu që edhe për neve aty nuk ka nevoj, sepse aja si pas mundësis. Nuk ta lyp Allahu nëse nuk I ki mundësi. E tashmë mos himin haram, po të vazhdojna me atë çka është Allahu I kënaqur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.